Samiti i Komunitetit Politik Evropian po mbahet ditën e sotme në Tiranë. 47 lider shtetesh dhe qeverish nga mbar Evropa u mblodhën në Tiranë për të diskutuar mbi sfidat më të mëdha me të cilat po përballet kontinenti. Pjesëmarrës në samit janë kryeministri britanik Starmer, kancelari gjerman Merz, presidenti francez Macron, kryeministri italiane Meloni, kryeministri spanjoll Sanchez, presidenti turk Erdogan, kreu i NATO-s Rutte, presidenti Ukrainas Zelensky. Samiti do të bashkëdrejtohet nga kryeministri Edi Rama dhe presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Në moton Evropa e re në një botë të re, unitet, bashkëpunim, veprim i përbashkët, ky forum politik synon të thellojë bashkëpunimin ndërmjet vendeve të Bashkimit Evropian dhe atyre jashtë si një platformë e hapur për dialog. Programi i samitit nisi në orën 10 me mbërritjen e delegacioneve dhe deklaratat për media, pasuar nga ceremonia zyrtare e hapjes në orën 11 dhe fotografia familjare në orën 11:30. Argëtuese dhe surprizuese para nisjes së samitit evropian në Tiranë ishte videoja e krijuar me inteligjencë artificiale, ku liderët evropian të shndërruar në bebe përshëndesjen në gjuhën e tyre shqipërinë si vendi mikpritës. Diskutimet e samitit zhvillohen rreth 3 tryezave tematike: siguria, ndërtimi i një Evrope më konkurruese dhe të qëndrueshme ekonomikisht dhe sfidat e mobilitetit dhe fuqizimin e të rinjve. Tirana është sot qendra e vëmendjes evropiane, teksa mirëpret samitin e 6 të Komunitetit Politik Evropian, tha Rama.